Zoti Dauti, si ndryshon ky sistemi i ri pra i mbrojtjes ajrore nga teknologjitë e mëparshme që ka përdorur Turqia? Po kuptohet që më herët o dash që çdo herë të kërkoj leje prej amerikanëve për të mbrojtur interesat e veta. Një shembull të tillë kemi kur turqit vriteshin në ishullin e Kipros nga grekët, nuk mund të intervenonte Turqia pa lejen e amerikanëve. Mirëpo në atë kohë vjen në pushtet Erbakan, i cili është paraardhësi në fakt i Erdoganit, dhe ai vendos në vitin 1974 pa lejen e amerikanëve që të sulmojnë ishullin e Kipros dhe e pushtojnë një pjesë të Kipros dhe sot e kësaj dite Kiproja është e ndarë. Por kuptohet që amerikanët në atë kohë për disa vite ju bëjnë sanksione turqeve, pra gjatë gjithë periudhës turqit nuk kanë mundur të mbrojnë interesat e tyre. Mirëpo tani ata nuk mërziten shumë se si do të reagojnë amerikanët për shkak se kanë industrinë e vete dhe kuptohet që tani ata shtetet që janë armiq me Turqinë frigohen nga forca ushtarake e Turqisë, por në veçanti frigohet Izraeli dhe Greqia. Zoti Dauti, do të jetë në gjendje Turqia pra të neutralizojë edhe kërcënimet ajrore pa mbështetjen e NATO-s? Po tani nëse Turqia sulmohet, ajo do të sulmohet indirekt nga NATO. Pra Turqia nuk mund të pres ndihmë nga NATO, se nëse e sulmon Turqinë Greqia apo Izraeli, ata nuk mund ta marrin këtë hap pa lejen e amerikanëve dhe pa ndihmën e evropianëve. Pra nuk është se Turqia varet shumë nga SBA, edhe pse zyrtarisht është në NATO, Turqia është në bashkëpunim të mirë me Rusinë dhe e pam gjatë ditëve të kaluara mori pjesë edhe në BRICS, është e interesuar që të antarësohet në bllokun lindor aziatik, po edhe botëror, të cilët përpiqen të formojnë një rend të ri botëror dhe të japin fund rendit botëror të udhëhequr nga amerikanët, sidomos pas luftës së dytë botërore, dhe nëse ka garanca të fuqishme nga Rusia me furnizimin e sistemeve mbrojtëse dhe një aleancë të mundshme me Iranin, nuk do të guxohej kush nga perëndimi që ta sulmoj Turqinë dhe prandaj Turqia do të ndihet e sigurt dhe të vazhdojë prosperitetin e saj ekonomik. A mund të jetë pra edhe kupola e Celik një model pra për vendet e tjera që synojnë edhe autonominë ushtarake? Po kuptohet, tani Shqipëria nuk ka asnjë sistem mbrojtës. Gjatë kohës së komunizmit të paktën kanë pas disa sisteme mbrojtëse nga Kina. Sidomos po ashtu edhe Maqedonia, ku jam edhe unë, nuk kemi asnjë sistem mbrojtës dhe jemi në një kohë kur rrezikohet një luftë botërore, kuptohet që jemi në rrezik permanent. Shqipëria po ashtu bën pjesë edhe indirekt në luftën e lindjes së mesme me mbajtjen e terroristëve në Durrës të Iranit, me furnizimin me naftë të Izraelit dhe me mbështetjen diplomatike të Izraelit, dhe tani kuptohet që e gjikon sulmin e Iranit dhe mban anën e Izraelit, pra do të ishte në interes të Shqipërisë që sa më shpejt të ketë mbrojtje ajrore për shkak se është e mundur ndonjë sulm nga Irani për shkak se Shqipëria përzihet në atë luftë në anën e Izraelit. E qartë, mirë, zoti Dauti, ndjekim tjetër insert dhe më pas rikthehemi. Grupi i armatosur Hezbollah ka emëruar Naim Qesem si udhëheqësin e tij të ri sipas një deklarate zyrtare të publikuar të martën. Qesem, i cili më parë mbante postin e nënkretarit të grupit, do të zvendësojë Hasan Nasrallah, ish liderin e Hezbollahut, i cili u vran në një sulm izraelit në Beirut në fund të shtatorit. Vdekja e Nasrallahut shënon një moment të rëndësishëm për grupin, pasi ai kishte udhëhequr Hezbollahun për disa dekada, duke transformuar atë në një forcë të fuqishme politike dhe ushtarake në Liban, pas sulmit dhe disa operacioneve të tjera që synonin zyrtarët e lartë të Hezbollahut. Tensionet në rajon